Vllaznia ka regjistruar një fitore të rëndësishme në javën e 31 të kampionatit, ku Qiblut kanë fituar me rezultatin e ngushtë një mesxherën e Teutës fal golit të shënuar nga Dodaj në pjesën e parë. Trajneku i Qibluve Di Martini pranoi se ishte një fitore e vuajtur. Maksimum e vuajtur. Unë i lodhja mes javë se por bravo qoftë djeme, sepse të fitosh një ndeshje kundër Durrësit që ka bërë mjaft mirë javën e fundit dhe pavarësisht rezultateve, ka një ekip që do të mbërojtje mirë, kundër zbret mirë, nuk ishte ndeshje e lehtë, e kishim përgatitur ta njëve, ne dishim që do të ishte e vështirë, por thash ndeshjet që kanë met midis lodhjes fizike, lodhjes mendore, hynë tana bashkë dhe komplimentoj djem bravo qoftë sepse edhe kur janë të lodhun, edhe kur janë duke vujt din me fitu. Do të jetë vetvrasje që do të mundoheshim një gjë të tillë. Ne jemi në atë pikë që nuk ketë garantuar me kurrë. Pikë përgjysmohen, ka edhe 5 javë me kampionati, është shumë e vështirë sepse lodhja thash bën punën e vet. Duhet jemi fokusuar në ndeshja rras, mas shohim as lek sepse kampionati në mënyrë absolute është i hapur në gjitha drejtimet. Keqardhje se mënyrën si donin ose si e përgatitëm të gjithë kësaj jave ndeshjen, besoj që deri në momentin e golit ishte e qartë që erdhëm të luanin futboll, erdhëm që ti dinim ballë një vllaznie që është lider dhe nuk është pa merit aty ku është, dhe mendoj që çunat meritojnë deri në momentin e golit që ky është futbolli, nuk e jep dot shpjegim që në një moment domethënë duhet të ishim më të kujdesshëm, sidomos me topat vertikal që deri në atë moment i kishim marrë masat edhe na erdhi një dëshkim në momentin që s'duhet. Lojtari i ndeshjes u shpall autori i golit të vetëm Kevin Dodaj. Po i gëzuam edhe për golin, më shumë e gëzuam për 3 pikë, për lojën e mirë që zhvilluam, dhe kjo është më e rëndësishme. Unë si do të shënoj edhe më shumë gola, mirë jam, në formë dukem, por kjo do ta tregojnë fushën e lojës, ndeshjet që do vinë, sepse s'do të kënaqem me kaq. Nuk mund të them që Teuta luajti më mirë, se nuk krijoi më shumë raste se ne. Por ne ishim pak më të tërhequr sepse para disa ditë kishim ndeshje me Dinamo dhe shpenzum energji edhe aty. 5 javë nga fundi i kampionatit, Vllaznia mban vendin e parë me 59 pikë,